Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët të dashur miq në këtë ditë të hënë janari me shi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur me shi, po neve jemi me diell këtu dhe ju urojmë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu te këndi jon për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme edhe ekonomike janë faktikisht sepse shiko, janë përbërës të cilat sigurisht që mund të marrim një pako që pako të ngrira që i gjejmë këto tek dyqan tek Omar Nis Neranzi, por të tjerat për shembull në një karrot, në një specë, në një këto gjëra që për ta plotësuar dhe unë faktikisht do ta sjell në një trajtave këtë. Do ta bëj si ta them musaka jo xhanën, po veç se me perime, nuk do shtoj mish brenda dhe këto, vetëm me perime, që do të thotë me qepë që kanë filluar madje edhe qepën që ta ka vërdis atje, me karotë, spec, mund të keni spec të kuq, spec jeshil, mix është akoma më mirë, një dy domate të cilat këto i kthejmë në trajt pure, një luk të vogël do me thënë në salsë domate, piper të kuq, atë që ju them gjithmonë që unë hedh një majës kështu për të situash edhe shije, kur vendosim spec mirë është përdorim dhe pak piper të kuq speci, në një thelpi hudhër, nëse keni, nëse s'keni, themi gjithmonë që kemi hudhrën në shtëpi edhe na ndihmon në momente që nuk e kemi të freskëta. Kështu për punën e beshameli do të bëjmë me 2 lugë miell, 2 lugë gjalpë, 2 gota qumësh, do ta bëj si një trajt kremoze dhe pak djath kaçkavall që do të ndodhet domethënë për të hedhur pak tek pjesa e beshamelit edhe tek pjesa e shtresës sipër. Gjithashtu te beshameli kam menduar që të shtoj edhe pak spec gogozhare për ta ndryshuar pak atë shijen dhe ngjyrën, megjithëse kemi perime dhe do t'i hedh edhe armoskati, krip dhe piper. Këto asnjë gjë tjetër. To janë, domethënë për radha e punës. Radha e punës ja është kjo që do fillojmë tani që të themi për punën, unë kam hedhur qepën dhe vajin. Edhe do i bëjmë një kohësisht sepse këto do na përgatiten shumë shpejt dhe duhet të them për pjesën e këtyre meranila se pas që tentove. Janë gjysmë të gatshme, prandaj thash që do t'i bëjmë shpejt edhe këto karotat unë i kam grirhol, edhe qepën dhe këto që të na bëjnë shumë shpejt të gati. E them me patlıxhan atje që mund ta bëni vetëm me patlıxhan, mund t'i merrni edhe t'i përgatisni vetë. Por në këtë rast i keni të gatshme, kështu që me një mix, do me thënë, jo vetëm patlıxhan, janë bëhen akoma edhe më të mira edhe më të shijshme. Ndërkohë të dashur Anvisa, si hënë sot, mendova që sjell edhe sa tortilla, të cilat tortilla, të cilat këto do t'i bëjmë me misër, me qep të njom, do me thënë një qep të njom, spec të kuqe, spec jeshil, karotë, cipën lëngun e gjysmë limoni, pak majdanoz për të hedhur brenda dhe do të përdorim edhe peshk ton, prandaj dhe do të përdorim këtu akoma edhe majonez. Ndërkohë mund të zvendësoni majonezën me djathë të shkrir, ose mund të keni majonez, pak djathë të shkrir, ose mund të keni ose pak majonez, pak kos të kulluar. Mund të bëjt edhe ai kombinim, sipas dëshirës, sipas asaj që keni në shtëpi. Gjithmonë receta do t'i sillni në bazë të atyre produkteve që kemi në shtëpi. Nuk e kemi specën jeshile, s'ka problem, do vëmë vetëm specën e kuqe. Çfarë t'ju ndodhe? Nuk do vrapojmë t'i marrim fiks këto gjëra që neve kemi këtu, mund të shtoni ose mund të paksoni. Gjithashtu mund të vendosni, për shembull, unë këtu kam spinak jeshil, por mund të bëni akoma edhe sallat jeshile. Me thënë që t'ja shtojmë brenda në vend të spinakit. Ose ndonjë rukola, ndonjë jeshillëk që e përdorim edhe për sallaturina. Ose dhe mund të mos vendosim fare. Ashtu. Nuk ka problem. Po me diçka do i mbushim, se ja hoqëm të gjitha. Jo, dakor. Bosh nuk do t'i ham. Edhe do bëjmë një makaron shumë të mirë, të cilat neve kemi këtu një lloj makaroni hikër, që përgatitet me miell hikre. Kemi dhe makarona integrale, por mund t'i bëjmë dhe me makarona të zakonshme. Mënyra e përgatitjes është e njëjta, që do të kemi një paku makarona, do të kemi 2 konserva ton, do të kemi pak djathë kaçkavall të fort dhe mun, ose parmigiano, me thëmë që parmigiano është djathë i fort, ka një tjetër shije dhe këtu, por që mund të zvendësoj me një djathë, dhe nuk duam shumë, 50 gram është mjaftueshëm. Edhe më duhet edhe lëkura e një limoni, që do ta tres këtë, do ta gri në makinë grise këtë cipën e limonit, bashkë me peshkun, do me thënë me konservën tonë, do të hedhim dhe pak lëng nga zjerja makaronave, kështu që të gjitha bashkë do të bëjmë një salsë të mirë që do t'ja hedhim makaronave. Ndërkohë ta ndezim ujin e ta kemi gati? Ndizë Anila që ta kemi gati, atë megjithëse nëse do të përdorim këto të hikrës nuk duan shumë kohë,
për të përgatitur. Po me gjitha të neve ujna duhet jetë ngrohtë. Po, pa tjetër. Dhe unë ndërkohë po ju kujtoj se të gjitha këto receta plot shije me përbërës të veçantë për të jetuar shëndetshëm, për të ndruar shijen, themi ne her pas here, kemi nevojë të provojmë produkte të reja. Qoftë dhe një pjatë të thjeshtë me makarona, siç Kati tha, me pak përbërës. Këto të hikrës unë jam shumë kurioze të di se si do të jenë edhe në shije, ndër të tjera që përgatiten shumë thjesht, në ujë të vluar 4-5 minuta janë gati. Që do thotë ky mielli i hikrës do më pak kohë për të përgatitur, ka një ngjyrë interesante dhe nuk e di se do jenë në shije, por do t'ja u themi në fund dhe gjithçka tjetër që kemi këtu në Vitryez, ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, në Shqipëri, në Kosovë, në çdo lagje të Tiranës, pranë shtëpisë suaj, do të gjeni një larmishmëri të produkteve ushqimore të gjitha pa përjashtimi gjeni. Madje jo vetëm që gjeni produktet tuaja që po kërkoni apo për të realizuar recetat e ditës, po e sikur që gjeni markat më të mira ndërkombëtare që janë ekskluzive vetëm tek në Ranzi, sepse janë gjithmonë një hap përpara. Dhe puna ka nisur me recetën e parë, e cila do të kalojë më pas në furrë edhe do pak më shumë kohë për të përgatitur akat? Atëre, po do t'i vendosim të dyja njëkohësisht, tani që do të përgatisë edhe beshamelin edhe pjesën e salsës, sepse kjo është një salsë me perime, nuk do të bëjmë salsë mishi, do të kemi salsë me perime. Tërkohë këto i kemi të para përgatitura, kështu që nuk duan t'i kalojmë në tigan ato, direkt në tavë do t'i vendosim. Po para se të ashtu kemi hedhur qepën, kripën, kemi shtuar specat, kemi shtuar karotën. Ajo që ngele tani sa të na bëhet gati, unë do të filloj edhe të përgatisë edhe beshamelin, që do të thotë për masën që kam, unë do të hedhë një, nuk do të ta bëj pak më pak. Një luk gjalp? Po. Gjalp të freskët? Ha dhe pak. Edhe pak. Edhe pak. Ta bëjmë tamam. Po e do. Beshameli aty e ka gjithë lezetin, se gjalp mjell qumësh është. Ndërkohë, Anila, në frigorifer kemi dhe atë qumshin, nëse duan anvisa, do me thëmë mund të bëjmë me këtë qumshin që është me më tepër. Ti këdo, do të marrë tjetrin apo do gatu? Kemi edhe atë, kemi dhe këtë, unë e bëjtë me këtë, por që mund të nxjerrim dhe atë për të treguar edhe ndryshimin e njërës nga tjetra, që sigurisht janë diferenca përsa i përket përqindjes së yndyrës që e bën edhe paketimi vetë, pra sigurisht që çdo ngjyrë identifikon një përqindje të caktuar të yndyrës që qumshi përmban, bluja është pak më i lehtë, në gatime në fakt përgjithsisht preferohet një përqindje më e lartë të yndyrës, le të ndihet pak, dhe ky jeshili është paketimi që ne do përdorim. Ky është qumshi që kemi zgjedhur të përgatisim beshamelin sot, beshamelin klasik, ato të gjalpit, miellit, qumshit edhe arës moskat. Edhe tham që nuk do të bëjmë beshamel që të jetë shumë i plot, që të bëjë shtres beshameli, duhem të bëjë një beshamel që të jetë i hollë për të depërtuar edhe në brëndësi dhe bëhet më i shishëm, do me thënë tava. Dhe diferencën tek trashësia e beshamelit e bën sasia e miellit, Kati, apo e qumshit, apo e të dyjave bashkë, më pak miell, më shumë qumash? Sepse do hedhim më pak, do me thënë, thash që do të kemi 2 lugë miell, 2 lugë gjalp, 2 gota qumësht. Është qumshi më tepër. Po, e kuptoj. Qumësh më tepër, më i hollë. E ka vërdisim neve këtë, ndërkohë që edhe këtu, sepse edhe këto nuk kanë nevojë për shumë kavërdisje, thjesht të na zbuten, i kam prirë edhe imët, kështu që tani do filloj do shtoj këtu edhe pjesën e salcës. Pak salcë. Kisha ma me lugën tjetër më mirë. Edhim dhe salcën, atë që ju them gjithmonë për punën e salcës, e dua këtë veprim që të më bëhet në qendër të tiganit apo dhe të tenxheres, me qëllim të salca të nxjerrë aromat dhe të iki era e salcës, por ndërkohë që nxjerrë edhe aromën. Edhe këtu pjesa e miellit me gjalpin është ka vërdisur, të na bëj atë ngjyrën bezh dhe jemi me njëherë për të shtuar qumshin. Unë e hedh me sy, do të shikojmë edhe juve hedhni një pjesë të qumshit, mund të keni dhe të vakët qumshin, dhe kjo ndikon do me thënë që përgatitet më shpejt, nuk është se ka ndonjë gjë, edhe mos e keni frikë për pjesën e beshamelit, që të thoni që na bëhet kokriza, dhe nuk është beshamel ai që e tresi mielin në qumësh të ftohtë, ndjes, dhe pastaj e vendosni që të zjetë pikset edhe të thoni që keni bërë beshamel, jo, nuk keni bërë beshamel, ashtu keni bërë një miell të zjerë, gjë që nuk ka lidhje dhe nuk ka shije të njëjtë me beshamelin që e bëni kur e ka vërdisni mielin në gjalp për të do me thënë tiku era e miellit dhe për të marrë atë shijen e mirë që nxjerr në momentin që ka vërdiset me gjalp.
Tani këtu do të shtojmë edhe pjesën e domates pure. Të hudhra të duhen, apo do jetë shplur? Du I hedhë kështu, Anila, edhe shiko ajo një hudhër nga kishte mbirë, edhe lash ashtu kastile. Kur është kështu, nuk ka problem që ta heqi me embrionin. Në rast të kundër, ajo kur është embrioni brënda, është mirë që ta heqin, sidomos për ata që kanë probleme me stomakun. Ajo e kryon atë sikletin. Pra duke e ndarë në mes, ne e pastrojmë. Gjithsesi, e kemi thënë gjithmonë që kuzhina ka alternativa, kështu që hudhra vjen dhe në formën e pluhurit, për ju që nuk e doni as ta shihni kokër, por as ta përtypni, ose e hidhni në gatim dhe pastaj e hiqni, mos I bini kaq gjatë, sepse hudhra pluhur ju vjen në ndim, ka të gjitha vlerat ushqyese në fakt që ajo përmban, edhe ka aromën, shijen e të gjitha. I shohim pak së bashku në ekran recetat e kësaj dite të hënë, si e kemi nisur ne javën, sigurisht e kemi nisur si çdo të hënë me produkte Neranzi, dhe këto janë të gjithë përbërësit që I duan recetës së parë që kemi nisur të përgatisim, tavë me patlıcan dhe salsa bechamel. Na duhet një pako patlıcan të grirë, në këtë rast paketimi që ne kemi ka jo vetëm patlıcanët, po të Neranzi I gjeni edhe veç të gjitha. Kemi sjellë një paketim që ka patlıcan, kungull dhe speca gjithashtu, pra do të kemi më shumë vlera ushqyese dhe më shumë shije në pjatën tonë të kësaj tave që po sjellim. Do të kemi një kokurqep, 2 thelpinj hudhër ose hudhër pluhur siç ju tham, do të kemi specin e kuq, karrot, 2 domate pure, krip piper, piper I kuq dhe një lugë gjelle me miks erza. Është rregulluesi I shijes së çdo pjate. Vijojmë më tej me leximin e recetave, ku në këtë rast vazhdojmë të jemi tek tava me patlıcan, por më vete kemi përgatitjen e bechamelit, I cili do të bëhet me 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 500 ml qumësht, 50 gram djath kaçkavall, 1 lugë gjelle spec gokozhare, spec I kuq, në spec, po ja, e kemi këtu. Jo pluhur, domethënë në kubik të vegjël. Ja ti hedhim edhe hudhra. I lexojmë dhe gjithë të tjera të tortilla me ton. Një pako tortilla, 2 konserva ton, 1 speci kuq, 1 speci shil, 1 qep e njom, 1 karrot, 150 gram majonez ose djath I shkrir, lëngu dhe cipa e gjysmë kokre limoni, krip piper, sallati e shile, ose spinaj, siç ne do zgjedhim sot. Dhe vijojmë tej edhe me recetën e fundit të makaronave me ton dhe lëkur limoni. Të gjithë përbërësit që do të përdorim janë një pako makarona spaghetti, makarona me miell hikre kemi zgjedhur ne sot, integrale do të ishte një zgjidhje tjetër e zgjuar për ta bërë sa më të shëndetshme pjatën tuaj, 2 konserva ton, lëkura e 1 limoni, 50 gram djath kaçkavall të fortë ose parmigiano, edhe majdanoz të grirë I mënt për t'i dhënë më shumë shije dhe bukuri pjatës së makaronave. I rikthehemi tani gatimin të katit, se më të shoh ka shtuar një dy gjëra në tigan. Po, kemi shtuar hudhrën, shtojmë edhe një lugë nga kjo, miks erzash, që na e bën shumë të shishme. E trazojmë edhe një herë. Do ul pak temperaturën, do me thënë që të më bëhet në temperaturë të ullët, sepse është bërë gati. Krip kemi hedhur, të gjitha I kemi gati, nuk duhet të shtojmë asë një gjë tjetër, thjesht tani një valë, do me thënë të pakët, edhe duhet të ndaloj këtu të pjesa e beshamelit, pra ndaj dhe e mbajta, shikoni, do me thënë pjesa e beshamelit. Është pak I plot. Ndoshta dhe juve në shtëpi, ju ndodh që të jetë pak I plot. Nuk ka asnjë problem. E rëndësishme është që mos na krijoj kokriza. Pastaj që nëse është pak më I plot, dhe ne duam që thash unë dua pak të lëngshëm, do me thënë të jetë si një krem që jepnim dikur fëmijëve, do me thënë ai krem I holl I fëmijëve, ashtu e dua, sepse dua që beshameli të më depërtoj edhe në brëndësi të perimeve, jo të jetë vetëm ajo shtresa e sipërme. Atë e bëjmë zakonisht në ato pastisot, po dhe ato pastisot tani më kanë ndryshuar dhe ka dhënë më shumë rezultat ky beshameli që të jetë më kremoz, më I lëngshëm se sa ashtu që të bëj atë shtresën si të fortë. Dhe që nuk e di, mua të paktën nuk më rezulton dhe nuk më pëlqen. Tani këtu te beshameli unë kisha menduar që ti shtoj pak spec të ëmbël gogozhare për t'i dhënë një tjetër shije. Do t'i shtoj edhe pak arë moskati dhe pak djath. Ja, hedhim kështu. Se djathin tjetër do t'ja hedhim sipër. E trazojmë tani. Nuk do t'i shtoj vezë, do I lë vetëm kështu. Edhe kemi gati, ja, kjo është, do me thënë është bërë gati, t'i shtojmë edhe pak arë moskati. Është mjaftueshëm për masën e beshamelit që neve kemi. Ja, ky është beshameli që është bërë gati tani,
për të ndërtuar tavën. Okej. Marim edhe fillojmë Tani do merremi me perimet. Me perimet, të cilat thamë që i kemi gati. Siç janë nxjerrë nga frigoriferi. Do hedhë një shtres, ku do të shtrojmë një shtres, pastaj me... Sa mirë janë këto kështu, vërtet I kemi gati, janë gati, kështu s'ka nevojë, as të i pjekësh, as të bësh. Do me thënë është si mund të përgatisësh akoma dhe një musaka. Diçka e tillë. Dhe merresh vetëm me ndarjet, me shtresat e mesit të janë atë që them gjithmonë, janë dimesat në kuzhinë. Po, vërtet. Ta marrim me këtë lugë. Edhe do t'i hedh edhe pak bechamel. Shiko si e bëri djathi tani. Bëri si. Do të marrim tani edhe salca. Bëhet një tavë shumë e mirë. Dhe pastaj pjesën e tjetër. Edhe kjo salca, shiko se sa e mirë është bërë edhe salca. Shumë e mirë. Aromën e ka shumë të mirë. Janë gatime të shpejta, të thjeshta, por bëhen shumë të shishme. Shumë të mira bëhen. Do edhim pjesën tjetër tani të perimeve. Janë të pjekura perimet, i kemi shumë të mira. Dhe bëjmë tavën shpejt e shpejt, nuk duam as ti pjekim, as ti të rim ti. Dhe për këtë ju garantoj sepse cilësinë e kanë shumë të mirë, nuk është se janë të ngrira dhe nuk kanë atë cilësinë e perimeve të freskëta, për kundrazi janë shumë të mira sepse atë që kemi thënë dhe herë tjetër që i ka thënë dhe Anila, që ato, do me thënë, që i përdorim, do me thënë, për të konservuar, i bëjmë në kohën e dur, do me thënë në stinën e verës, që kanë shijen maksimale. Dhe nuk ka nevojë tani të shtojmë as lëngje të tjera. Se perimet kanë vetë lëngje. Tani hedhim edhe pjesën e fundit të beshamelit. E shikoni dhe beshamelin. Po pra, kremoz. Edhe nuk e teprojmë, sepse tani neve thamë që kishim pak pjesën më të vogël. E hapim një qikë shumë edhe do shtojmë dhe pak pjesën e djathit që kemi mbajtur. Dhe do të vendosim në furr. Nuk do shumë ko, 20 minuta, 20-25 dhe kemi gati po. Ose në fakt perimet janë gjysmë të gatuara. Salca u gatua, salca mbushja, po e quajmë se nuk është... Për gjysmë more, do me thënë kjo lloj tave, dhe në fund të fundit del si një musaka dhe thua që e kemi... Ke kushtuar shumë kohë gatimit. Se kur mendojmë të bëjmë musaka, themi po... Do një qik pun, do një qik pun, do një qiko. Si pas dëshirës mund të shtoni pak gjarpë, si për. Si pas dëshirës, i shtojmë, ne kemi gjarpin e freskët këtu. Sepse që është e vërteta, i jep një shije, një ekstra shije. Shu që... Dhe do të vendosim në furr, më pas kemi 2 recetat të tjera për të gatuar. Pra, thamë do të përgatisim makarona edhe tortillat sot, të cilat të dyja do të vinë në një mënyrë tepër të shëndetshme. Edhe me dhe një këtu në cep. Edhe e kemi gati. Mos e vëm dhe një qip pak këtu. E do dhe pak aty, se si është bosh. Ja, këtu tani. Edhe aty dhe është aty. Tani po është në rregull. Tani e kemi në rregull. E kemi gati për ta vendosur në furrën e nxehur më përpara në temperaturë 200 gradë dhe do ta lënë 20 minuta dhe 20-25 nuk besoj, po do me thënë te 20 ja, ne do ta shohim, do ta vendosim tani në furrë dhe do ta shohim rreth orës 10 pa një çerek ku do jemi me pjekje dhe sigurisht do jemi në pjesën e dytë pastaj. Dhe rikthehemi për recetën e radhës. Kë do bëjmë të dytën? Ja të shikojmë tani Anila se ç'mund të bëjmë. Të fillojmë me këtë fillojmë thoti. Okej, të dyja shpejt bëhen ato. Ne besoj një 5 minuta shkoj kemi. Nuk e si puna e makaronave nëse janë, nëse është bërë ujë gati, do me thënë që ti... Ujë unë e fika madje se ja, ishte vluar shumë, ti më thej që ato duan 4-5 minuta të zjejnë. Dhe ajo ka një kuriozitet, do me thënë në mënyrën e të përgatiturit. Ne do të kemi peshkon tonë që cilin do të kemi edhe për njërën edhe për tjetrën.
Atëre unë do të marrë të bëjmë, do me thëmë, bashkimin e këtyre, që të lëmë dhe të më marinohen edhe lëmë makaronat në kur të rikthehemi. Okej, ashtu e që, se dhe ato zhjenë shumë shpejt, kështu një nare del kohë. Po, e vërtet. Tortijat i kemi në variante të ndryshme tek në ranxhi, edhe në madhësi të ndryshme. Pra i doni më të vogla në formën e piteve, ka më të mëdha, sa masia një pice, pa ka shumë, ka në paketime 4, 7, pra si të doni ju, janë shumë të këndshme në fakt, mjët i preferojnë shumë, po edhe ne të rriturit mund të mbushen si pas dëshirës, sigurisht që çdo produkt që ne zgjedhim për të mbushur, i bën ato edhe më të shëndetshme, toni, misër, perime të ndryshme, të grira imët, ka pafund ide sot për t'i sjell, kështu që një mënyrë Katerina do të na e prezantoj tani me 7 tasa. Pse ka i shumë? Një do t'i kemi që do t'i vendosim si mund t'ua servirin fëmijëve. Për shumë që t'i bëjmë të kjo, që është dhe me lule dhe kështu. Ta kemi si t'i pjatanë. Se këtë do t'kemi këtu që të gëshërët. Ndo njerë si e thonë nuk shikon syri, nuk shikon mëndja. Po, në vërtet, i ke gjërat për para. Nuk shikon syri, thonë se. Në shumë shpreja, po më duke s'she syri. Tani këto janë gati, Po, i kemi gati, atë do thoshja. Anila. E kemi gati dhe me një thikë. Dhe është ai paketimi me vakume, është të tërgjithsisht i... Të freskëta dhe shumë të mira. I hekim, do me thënë, në këtë mënyrë. Ma dje ta kishim bërë të pjesa e drasës, po s'ka gjellë, më mirë këtu bërë dhe tani. Ja në këtë mënyrë. Çfarë nuk ka sot përfundimisht? Çfarë? Në treg. Gjenë gjithë shka, po them. Çfarë s'ka në kuptimin që për shembull misri nuk është në sezonën e vet. Në pjesën më të madhe të rasteve e marrim në ato konserva, po ndërkohë e kemi edhe kështu. Her pas here faktikisht, sepse edhe këto kanë ato vlerat e tyre ushqimore. Mua madje më pëlqen shumë kështu i zirë. Po pra. Edhe ta konsumoj kështu siç është, por edhe të pjekur, misrat e pjekur si dikur. Po. Ta ikim dhe këto mos i lëm. Të pjesën e tyre. Do hedhim këtë që kemi brënda. Dhe bëjmë edhe këtë. I të soptojmë edhe një qik më tepër. Gjë që do shkriferohen. Për ta provojmë. Shumë të mira. Ka një shije të ëmbël. Po, ka të tani se na bërë kurioze. Po merr provojmë. Në vërtet. E shkon sa e mirë. Shumë mirë. Fantastike. Sikur e kemi zirë, sikur e kemi zirë në moment. Ka një ëmbëlsi të një freskim. Jo, është... Atë mos e përdor, ta ham ashtu. Po, është, si thuash, misër i njom. Dhe ku misëri është i njom, ka këtë shije. Dhe kjo është sikur e kemi zirë tani në moment. Provojeni, se do na kujtoni, thot Kanti. Po, vërtet edhe do t'i lëtë na kujtojnë. Atëra, vazhdojmë. Tjetër gjë, se po na ikën koha. Shumë e thjeshtë për të përgatitur, kemi hedhur misrat, të cilat faktikisht edhe duhet t'i coptojmë. Hedhim karotën. Edhe do t'a lëm këtu. Po, nuk do i hedhim këto të tjera të. Po i hedhim kur të kthehemi? Në rregull, jo, më mirë, t'i hedhim kur të kthehemi, se ti trazojmë tani të misër dhe karotë. Si vazhdon receta? Si do të përgatiten makaronat e hikrës? Si do të përfundoj tava që kemi vendosur në furrë? Të gjitha këto pas hapësirës publicitare. Janë ku jemi në studio për sërin, e vazhdojmë të jemi drejt për drejt në News 24, në Villa 24, në këtë ditë të hënë, që e kemi nisur me 3 receta, shumë të mira, shumë të shëndetshme. Njëra po e quajmë atë vaktin kryesor të drekës, me qënë se aty impenjohemi pak më shumë, pra është një tavë me zarzavate, me beshamel, me një salë shumë të mirë me qep, me karota, me speca të gririmët, të cilën e kemi vendosur në furrë dhe do t'i duhet edhe shumë pak kohë për të qenë këtu mbi banakun tonë edhe për ta parë. Recetë të cilën do ta rikthejmë pak më vonë për ju që e keni humbur dhe tani jemi gati për të mbushur tortilla
ideat që ne i prezentuam në hyrje. Sigurisht që duke kujtuar dhe njëherë se që kemi bërë çdo bëjmë. Do t'i kujtojmë se në momentin që do bëjmë dhe bashkimin e produkteve që kemi për të mbushur tortillat, fillimisht do t'i vendos kështu, i kam vendos në këtë mënyrë dhe do t'i vendos në furrë që të bëjnë një ngrohje për një 5 minuta, nuk ka nevojë për më tepër. Thjesht të marrin një ngrohje. Më shumë se ç'duhet, se na digjen edhe ato sipërfaqet pastaj. Ndërkohë, ta lëm këtë 5 minuta. Makaronat tepër interesante dhe të veçanta janë ato që do të sjellim sot. Uji ti vendosim dhe këto të ziejnë. Duan shumë pak minuta, kështu që në këtë minutazh që kemi do merremi me të dyja recetat. Ti hedhim krip, edhe të hedhim dhe makaronat. Po i hedhim të gjitha tani Anila, s'ka gjë. Ti provojmë, ti shijojmë dhe ne. Po pra, edhe unë jam shumë kurioze ti provoj këto makaronat me hikër sot. Edhe të mbajmë këtë etiketën këtu, se ndoshta zonja duan ta shohin. Po, mendova që ti bëj me peshk, do me thënë me ton, edhe ti bëjmë me cipën e limonit, edhe me djathë siç thash. Mendoj se do të bëhen shumë të mira. I kam provuar me spageti, do me thënë makaronat të lloj tjetër, dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Dhe mendoj që pse jo edhe në këto, se s'ka ndryshimi, do me thënë është i llojit të miellit, nuk ka asnjë tjetër ndryshim. Do t'i lëm për një 5 minuta dhe do t'i kemi gati për të përgatitur salcën. Sa ato do na bëhen gati, ndërkohë që mua më është bërë gati ajo në furrë, Anila, duhet ta nxjerrim. Tava është gati, do ta nxjerrim nga furra tani, edhe do shohim edhe pamjen e saj finale. Bërë në shumë pak minuta, pra nga ato gatime që kur i shetë duket sikur ke qëndruar me orë të tëra në kuzhinë, por jo, sepse në rancë na vjen në ndihmë produktet gjysmë të gatshme, si në këtë rast janë zarzavatet e ngrira. Të pjekura, to s'ka nevojë. Të pjekura dhe të ngrira. Po. Të ruajtura në ngrirje, domethënë. Tava është gati, madje të naftohet mundet edhe ta nxjerrim. Domethënë tani bëjmë edhe këtë për pjesën e këtu kemi hedhur misër, një misër të tillë, i kemi hequr domethënë me pjesën e thikës dhe e kemi këtu. Është shumë i mirë, duke sikur e keni zier në moment. Kam shtuar edhe karotën brenda. Do shtojmë këtu kam qep të njoma, spec të kuq, spec jeshi. Këto kombinojnë mjaft mirë me njëra tjetrën. Kam menduar që t'i bëjmë e peri me mbushjet. Shumë mirë. Tani, piper, pa tjetër. Du ju thoja, nuk e di pse jam dëshuruar kaq shumë me këtë lloj miksin faktikisht, sepse nga që ka të gjitha erëzat brenda, edhe pse jo, edhe në këtë lloj sallate, si dhe një sallat mund ta vendosim këtë lloj përmbërësi, domethënë mënyrën se si e kemi përgatitur, neve thjesht që do ta bëjmë këtë. Këtu do të hedhim tani edhe majonezë. Nëse duam mund të shtojmë. E di se do t'i hedhe pak nga kjo majoneza që është e përpunuar. Është salca e Cezarit në mos gaboj? Po. Salca Cezare Dhe që më pëlqen shumë, domethënë në sallatat të tyre. Do t'i shtoj pak majdanoz gjethe. U bën Anila? Ajo që ngelet është për të shtuar. Mendoj se duhet i nxjerrim në fakt, se ato nuk është se duan. Jo, ato thjesht ngrohje duan. Hedhim edhe një nga këto konservat tonë. Edhe kemi me pak i ndyrë dhe unë do ta hedh me gjithë lëngjet që përmban faktikisht, sepse ajo që është që jep edhe shije. Shumë mirë janë bërë Anila. Atëherë unë do të hedh vetëm këtë përmasën që kemi. Do t'i trazojmë dhe kemi gati mbushjen për ta përdorur në tortillat që neve kemi përzgjedhur. Tani sipas dëshirës tham që mund të shtoni edhe djathë të shkrirë, kosë, çfarë ju besoj janë bërë Anila. Gati, po. Të riqim mbrapa pak sepse ato duan nxjerrë dhe kulluar faktikisht. Ti shohim pak sepse shikojeni pak janë shumë interesante. Shikon sa shpejt bëhen. Mund t'i palosim. Dhe nuk e prish kanë formën fare kati. Janë kështu të gjata, si që janë zier. Një lloj mënyre e mbushjes së këtyre është që mund t'i mbushim në këtë mënyrë dhe t'i rreshtojmë njëra pas tjetrës në një
pjatancë, për shembull. E ti mbajmë kështu të hapura, si sanduiç. Një mënyrë tjetër është që t'i palosim. Do t'rregojmë dhe një mënyrë tjetër, do me thënë vendosim 3 këtu në radhë. E do bëjmë edhe një palosje. Vendosim edhe një tjetër. Ato kur vendosen, do me thënë që ngrohen, zbuten dhe bëjnë shumë më të shishme. Marim dhe një tani këtu. Që mundet edhe ta palosim, duke vendosur edhe ndonjë gjethe nga këto spinaq. Që i shkon faktikisht. Edhe një mënyrë tjetër. Recetën e keni në ekran. Një mënyrë që, ku mund të vendosim tani në këtë mënyrë? Thjesht vendose aty për të treguar që ka forma në përgatitjen dhe palosjen e tyre, mbushja gjithashtu mbetet alternative. Dhe tani le të merremi me shumë të këndshme. Edhe këtë tjetrën, po pse jo, tamam, mos e çojmë lëmë, dy luk kanë mbetur. Okej. Edhe pa këtu, edhe jemi në rregull, se makaronat nuk vonojnë shumë Anila, e di që ja me to do merremi tani. Po, ne kam pak kohën, jo unë, po ekrani. Shumë mirë. Atëherë, me ton, me ciplën limoni, me djathë parmigiano të grirë. Këto do t'janë përbërësit e recetës makaronave me hikër, me miell hikëre që kemi sot. Marim lëkurën e një limoni, edhe duhet të dim që duhet kemi limon të freskët. Jo limon nga ato që janë me qiri, duhet i përzjedhim ato gjëra, kështu që edhe i hekim jo pjesën e bardhë, por pjesën e verdhë. Dhe gjithë këtë neve do t'a hedhim aty. Do t'a grim. Do të shtojmë djathë. Konservat Anila, ku i kam lë? Edhe një ke aty. Do të jetë të dyja, sepse prandaj dhe i lash që i hapëm si... Ska gjë. Edhe ato në grirje? Po, që të bëjë si një salsë. E kuptoj. Se do edhim dhe pak nga lëngu i zirjes makarona. Makarona tani duhet i kullonim, faktikisht i heqnim, por s'ka që tani në moment do t'i përdorim. Edhe konservën tjetër. Bëhet një salsë shumë e mirë, cipa e limonit i jep shumë shije. Okej. Marim të karushtë. Shtem pak nga uji makaronave. Dhe kapakun i ngrim të gjitha së bashku. Ato ka nevojë të kalojnë më në tigan me njëra tjetrën apo thjesht salsa i hidhet direkt mbi pjatë? Salsa hidhet edhe mbi pjatë, po mirë është që t'i kalojnë në fakt. Shumë mirë. Dhja të marrë këtë Anila unë që të hedhë makaronat thjesht sa të bëhet lidhja e makaronave me salsën. Të hedhë një pjesë këtë.
Që nga të mira. Janë shumë të mira. Edhe ngjyrën. Shumë të mira janë. Do hedhim edhe majdanoz që të na kaloj, do me thënë. Jo, nuk i servir këtu, sepse do të ashtu po do marrë thjesht për të kaluar. Po ndërkohë edhe duhet të nxitojmë. Tre minuta kohë kemi, shumë mirë. Kemi kohë goxha, kështu që po i mbajmë këtu. Është problemi aneksit. Po, magazina. Nuk ka nevoj për yndyrë, për vaj. Do hedhë këtu më tani. Jo, me që të po. Nuk ka nevoj, sepse ka konserva yndyrë. Konserva, po. Kështu që s'ka Dhe jam nevoj. pikërisht tonë në vaj ulliri. E doja pak temperaturën, me thënë drejtën Anila, po s'ka gjë nëse se kemi kohën dhe mundësin. Ja shiko kjo salsa tani. Nuk ja hedhë të tërën, sepse si hodha të gjitha. Kam dhe tjetër ati. Aromën këtu e ka shumë të mirë. Çfarë të duhet? Ti pas ka grirë majdanoz, griva dhe unë. Ka gjë, jo e griva në qëshë. Anila, te ajo pjata që kam aty do ta... E cekëta apo e thella? E cekë, aty e thella. Kjo. Pritë ta afroj. Edhe pas ta e vendosim pi pjatancë. Është tashmë? E ti shtem edhe pak në fakt. Se ne jemi mësuar në qikë me racione. Do t'i hedhim përsëri pak djatë parmizan dhe të vogël pastrim kësaj edhe salsës, aty. po. Këta pëjnë këtu për momentin. Edhe pak këtu te kjo pjesa, Anila. Faleminderit. Do tani do t'i lëm t'i bëjmë pak më vonë. Po. Atëherë, se ky është momenti i rëmujës në kuzhinë, por ne do t'i afrojmë të gjitha pak më afër, që ju të keni mundësi t'i shihni dhe njëherë të treja recetat e ditës së sotme. Ka t'i t'lumshin duart. Faleminderit, Shumë të shishme duken. Mendoj se janë të shishme, mendoj se janë të, si thuash, edhe të shpejta, por edhe ekonomike janë, dhe, si thuash, shumë të sqarueshme për anvisat. Po, të thjeshta. Janë të thjeshta, nuk janë gjëra të vështira që s'mund t'i bëjmë. Që nga recetë e parë, dhe makaronat, e këto për tortilla, do me thënë janë shumë të mira. Shpresoj që t'i bëjnë dhe ato, t'i kenë pse jo në tryezat e tyre familjare. Nga unë ju uroj një ditë bukur në vijim dhe miru takoshim nesër këtu me receta dhe ide të reja bashkë me Anilën time. Të lumshë duart, Katarina. Nesër në orën 9 jemi së bashku përsëri në kuzhinë. Tani është momenti që shkojmë në një hapësirë publicitare me Katin. Takoheni nesër me mua pas reklamave në këndin e të ftuarve.